Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Keni pa ju se si për disa produkte bëhen shumë lajmërime, lëshon shumë lirë çmimet e tyne. Ata që i shesin ato produkte vrapojnë mas njerëzve. Edhe kundërta, ka dhe produkte tjera, të cilat zotërit që i prodhojnë ato produkte nuk vrapojnë pas tjerëve. Ata rrinë si zotni, kom për mi kom, klient mështerit vinë vetë të ata. Kanë ma shumë shitje se sa të partë, as nuk për ullën, as nuk bëjnë zhurmë, as nuk të regojnë dopsi para të tjerëve, ata janë zotni. Të tjerët vrapojnë pas tyne. Cili mendojnë se është dallimi mes këti produktit parë dhe dytit? Pse mas këti dytit vrapojnë njerëzit? Atë të parit, zotërit prodhuesit ati produkti vrapojnë mas njerëzve. Dallimi është tek vlera, cilësia. Kur dikush ka vlerë, të tjerët vrapojnë mas ti. Kur dikush s'ka vlerë, vrapon pas të tjerëve me kriju vlera. Kështu janë edhe njerëzit. Njeriu, në veçanti besimtari, duhet me pas vlerë. Duhet me pas një vlerë të ti të caktuar sa ma shumë që mund me mri ma mirë, që të tjerët me vrapu mas ti. Edhe me e bo një nivel me ngrit që ai mu mundu, nuk po tham që detyrimisht ka mu bo i tillë nga gjitha aspektet, por të mundohet që të mos ketë nevoj për as kënd, apo për shumë kënd, nëse ka nevoj le të ketë për pak njerëz. E të gjitha ata të tjerët të kenë nevoj për këta, pra ky mu bon vlerë që të tjerët me pas nevoj për këta. Dhe mos me mujt me bon pa ta. Edhe tjetra hala ma interesante dhe ma e rëndësishme, është që nëse të tjerët largohen prej ti, ai mos me hup kur gjë. Thjesht ata kanë hup për vete që janë largu prej ti. Ai s'ka hup kur gjë, ai e vazhdon jetën. Ai zotën e ka nis jetën vetë pa të tjerët, pa pas nevoj për ta. Ai nuk është i mvarur nga askush. Ka lidhës me Zotin jetën e tij. I ka pru punët në atë nivel, sa nuk ka nevoj për kërkan. Kushdo që largohet prej ti hup vetë. Vetë hup. Dhe më thonë, me pru vetën më bon ti vlerë në vete. Të tjerët kur rrinë me ty, ndjenë privilegjum. Të tjerët kur ju thojnë njerëzve, unë rri me filanin, me fitu pozita vlera, me fitu besim të tjerët. Sa njeri është për shembull mjeshtri ndërtimi, ka firmë ndërtimit. Edhe rrinë me dikan që ka vlera. Edhe kur çkan me lyp punë, një tjetër atje, i thot, e nja filanin, a thot edhe unë e rri me ta, dënë përmes që ati filanit që ka vlera, ky me fitu vlera vetë që me adhona i tjetëri punën. E ke parasysh? Mu bo person që ke vlera. Në momentin që të largohen të tjertë, nëse të largohen, ata me ndje boshllëk, edhe me e kuptu ata se ata janë të hup që janë largu prej teje. Ti nuk je të hup as gja. Ti e të vazhdo rrugtimin tanë. Pra, bëhu person me vlera, i pamvarur nga të tjertë. Kushdo që largohet prej teje ti s'humb kur gja. Ti e ke synimet e sakta. Ti ke qëllimet e sakta. Ti din ka hje të shku. Ti din që ka të dëshiran. Ku me mri. Ku më konë mas një vjetë, 2, mas 10. Të tjertë që largohen prej teje, humbin vlera. Ti nuk humb as gja. Për kundra zibile këherë, kur të largohen ata, ti fiton vlera, se e ke largu dikan i cili të ka marrë kohën, dikan i cili të ka mbush me energji negative, dikan i cili të ka marrë energjin pozitive. Pa bëho ti në vete vlerë, që të tjertë kënë nevoj për ty, dhe largimin nga ti, ju bandam aty në asësit ty. Ty largimi i tyre prej teje, veç të ngritë ma shumë. Se ti ki ko ma shumë më marrë me vetën tane.
ki kohë ma shumë më marrë me të afërmit e tu, ata që dojnë, ata që s'tu kanë largu. Edhe një këshill po jap për fund. Personat që s'ta kanë ditë vlerën, edhe të kanë largu apo janë largu prej teje, kurdo që dojnë më kthy, mundesh me javlon një derë të qelë, derë të vogël. Asësi, unë pa them këtë me plot përgjithësi, asësi, ata që të kanë kthy shpinën në për sprova, kur ti ke qenë vlerë, por të kanë kthy shpinën, mos leja, me kthy në të njëjtin vend, në të njëjtën pozitë, në vetën tonë, në zemrën tonë, ku kanë qenë ma herët. Mos leja. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se besimtari nuk kafshohet nga një jetë avrim 2 herë. Pra herë të parë tu kanë afru, nuk i keni joftë. Për së dyti, kur dojnë më afru, ti moj njeh. Edhe mos e leja një gjatë tillë. Po, mi u kushtu vëmendje sa është e nevojshme, por jo me lon keq veten. Me i vunë për nëse ke lon çdo sen mongo nga vetja jote për ta, jo mos e bën. Nëse me të parën kur të kanë thirrën në telefon e ke çel telefonin, mos e çel me të parën. Nëse ke shku me termin pa termin i ke pranu, mos e lejo një gjë të tillë. E kështu me radhë. Bëhu vlerë që kushdo që afrohet te ti përfiton. Çdo kush që largohet prej teje, ai humb e ti bënu i pambarën prej njerëzve. Kjo është pjesë e krenarisë. Vlerësoj edhe arrije. Zoti të rujtë.